Besart Kelmendi, i njohur për publikun si Gjesti, ka reaguar për herë të parë pas shumë zërave që qarkulluan për prishjen e marrëdhënies së tij me këngëtaren Egli Tako. Dysha krijuan një lidhje të afërt brenda shtëpisë së famshme në edicionin e 4, ku ndanë dhe momente intime si puthje në buzë, duke dhënë publikisht emër romancës së tyre. Gjesti ka publikuar projektin e tij më të ri muzikor me titull Veshun Drequ, një këngë që ka tërhequr më njëherë vëmendjen e publikut, jo vetëm për melodinë, por edhe për tekstin me mesazhe të forta personale. Në një nga vargjet, ai këndon: "Kush ka thënë që bashkë nuk kena mo?" Ky varg është marrë si një deklaratë indirekte për të sqaruar statusin e marrëdhënies me Eglin, duke lënë të nënkuptohet se lidhja e tyre vazhdon edhe pas ndaljes nga shtëpia më e famshme në Shqipëri. Nga ana tjetër, kjo këngë u prit mjaft mirë nga publiku, por me sa duket Egli Takos nuk bëi pëlqen. Këtë detaje kanë vënë në pa ndjekësit, të cilët e komentuan faktin se Egli nuk e ka pëlqyer postimin ku Gjesi lajmëroi se kënga tani më është e përfunduar. Se çfarë po ndodh me ta, e dinë vetëm ata të dy. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.